Në aktgjykimin e fundit me rastin e dekretit të zonës Osmani, gjykatari kushtetuese e ka bërë të qartë faktin që kuvendi i Kosovës, pasi të konstituohet, duhet që me njëherë të filloj procedurën e zgjedhjes së presidentit, për faktin që ka afat 60 ditë që ta përfundojnë këtë procedurë, në të kundërtën ne përfundojmë përsëri në zgjedhjet e reja të parakohshme parlamentare. A shkojmë automatikisht? Po, shkohet me automatikisht në zgjedhje, nuk ka nevojë të ketë dekret të përshpërndarje të kuvendit, kështu që këto subjekte politike duhet ta kenë parasysh të faktin që në momentin kur konstituohet kuvendi, fillon me automatizëm rrjedhja e afatit 60 ditor për ta zgjedhur presidentin e shtetit. A do ta bëjnë në ditën e parë pas konstituimit apo do ta presin ditën e 60, ajo është çështje që u takon subjekteve politike dhe eventualisht marrëveshjeve politike që ato mund të kenë njëra me tjetrën. Përndryshe, çështjet e tjera sa i përket konsultimit parlamentit ose zgjedhjes së qeverisë, unë mendoj që janë çështje që janë tashmë të ditura dhe lehtësisht nëse ka një koalicion edhe lehtësisht edhe i përfundojnë gjitha këto procedura. Deri më 28 qershor nuk do ta kemi certifikimin e rezultateve, të paktën ashtu ka thënë zotëri Eliezi nga KQZ, të cilin ne kishim dje, varësisht nëse nuk ka ankesa natyrisht, mirë po shembull ti dim pak afatet. Më 28 qershor shembull bëhet certifikimi i rezultateve, më pas si vijon. A mund të zgjidhen edhe çështja e kuvendit edhe e qeverisë dhe presidentit në të njëjtën ditë? KQZ-ja ka paralajmëruar që deri më 28 qershor mund të shpallë rezultatet, por certifikimi i rezultateve mund bëhet spaku deri me 6 korrekt. Deri me 6 korrekt. Ta marrim datën e fundit opsionale si data 6 korrekt.